Po, tani unë bashkë me këta zotrinj që ka marrë këtu, jemi të Zogu i Zi, banorë të Zogu i Zi të pallati numër 18, lagjes Apolloni. Problemin e kemi aty edhe 20 vjet. S'po marrim dot certifikatat e shtëpive, kemi ardhur disa herë para këtij drejtori që ishtu. Njoftimet banorët i kanë, na sjellin pengesa jo sot, jo nesër, jo sot, jo nesër. Kemi kontaktuar edhe me pronarin. Pronari thotë unë u kam çuar letrat në tavolinë, thotë, pra vetëm surallati, aty edhe 20 vjet. Sa banor janë edhe për çfarë bëhet? Janë 60. Pra, me gjithë lokalet janë 60 hyrje, 20 janë lokale, 80. Asnjë nuk ka certifikat? Asnjë certifikat shtëpie. Asnjë certifikat shtëpie. Kur është ndërtuar pallati? Pallati ka filluar gjë në 2006. Ne në 2007 jemi futur aty. Edhe nuk na japin asnjë zgjidhje valla. Pasi aplikoni, çfarë përgjigje ju kthejnë? Pasi kemi aplikuar, na thonë që po, do i merrni, do i bëjmë, kështu që i bie që të vonohen në 20 vjet tjera. Problemin e keni adresuar edhe në instanca më të larta? Po, problemin e kam adresuar edhe në instanca më të larta, kam shkruar mesazh para zgjedhjeve zëvendës kryeministres. Në momentin më është përgjigjur për mua shumë burrëresh, është përgjigjur. Kanë ardhur këta zotrinj e bashkisë, kanë bërë matjet e pallatit, kanë bërë gjitha, më ka pritur drejtori i parë, por ama zgjidhja nuk është bërë zgjidhja përfundimtare, sepse unë në zgjidhjen përfundimtare duam të marrim letrat e shtëpive. Pra jo në rregull, është u përgjigj shumë mirë, unë nuk mund të them. Cila është zgjidhja që ju ofruan? Zgjidhja që ju ofruan, tha, kontaktoni me drejtorin e parë, kontaktuam me drejtorin, tha drejtori i parë që do i bëjmë. Jemi në procedurë sipër, do vonohen një muaj. Tha ai asnjë muaj ka ngaluar 6, 7 dhe prap nuk është zgjidhje. Nëse nuk u japin zgjidhje, çfarë do bëni? Po nëse s'ta japin zgjidhje, ja, ne nuk kemi ç'të bëjmë. Ne nuk mund të bëjmë luftë me ne tani unë zëre se kryeministrin e kam njoftuar, dhe se kam njoftuar në mesazh zëvendës kryeministrin, do të thotë se është njoftuar dhe kryeministri. Dhe s'po marrim dot zgjidhjen valla. Nuk po marrim dot zgjidhjen. Vim për të takuar drejtorin këtu, në emër të këtyre unë i them policit aty, ora jam administratori i një fshati. Atje më thotë mua jo nuk është drejtori, jo nuk e takoj dhe drejtori. Atëre nuk dim si të veprojmë dhe ne, nuk dim si të veprojmë. Nuk ja, pra ne kemi ardhur këtu, s'na japin zgjidhje. Jam Njazi Brenozi, investitor i shumë pallateve këtu, gati në pallate në Fier, që kam ndërtuar, dhe të gjithë pallatet i kam bërë me certifikat. Përveç se Zogu i Zi, pallati që është me 60 banorë dhe 30 dyqane, nuk është certifikuar për arsye të pronarëve, sepse pronarët në fillim kanë thënë, deklaruar, kur kanë bërë kontratat, kanë për 20 metro. Faktikisht kanë pas në 5-6 metro dhe tu ka ardhur ngarçi i këtij pallati, sepse ai pallat është bërë me rregulla, me leje ndërtimi, me të gjitha pagesat ndërtime, super pagesa, dhe më i mirë nga gjitha pallatet e tjera, dhe për neglizhimin edhe të drejtorave që janë ndërruar shumë herë këtu, ka ngela i pallati më kryesori dhe më i miri. Dhe gjithë banorët kanë shumë të drejtë që vajti gati 20 vjet që ky pallat nuk është bërë. Me gjitha konfirmë, me gjitha rregullat, është ka të shkruajtura edhe asnjë gjë mangut. Duhet të pajisin se s'bën këta banorët me certifikata, sepse aty ka dhe shumë gjëra që shitet dhe blihet dhe duhet të ikin njerëzit në Tiranë, nuk ka mundësi të bëjë një veprim ose një diçka që kështu që lutemi. Jeni gatshëm që të bashkëpunoni si me banorët ashtu edhe me Po, hipotekën apo institucionet? unë kam një muaj që rritet hipoteka vetëm për të Zogu i Zi, që lagja Apollonia. Dhe ky pallat është gjuna që rikot ka marrë vetëm shteti, ka marrë 1,5 milion euro. Shteti ka paguar una. Domethënë me rregullat vetë si shkon shtetimet i kanë paguar. Dhe ky ka ngelur kot. Ky ka ngelur kot. Fare. Për edhe neglizhimin edhe të banorëve, domethënë se banorët për shembull jo nuk vinë për shembull, do të ankohesh vesh gjithë pallati. Edhe tani drejtori më dha llafin për një javë që unë do shikoj dosjen dhe do ta bëj sa më shpejt. Edhe çdo letër që do të jetë
mangësi. Po s'ma merr mendja se s'ka asnjë lidhje të mangësi, sepse dy pallate shumë i rregull nga gjithë, nuk ka as shtesë. Përshëndetje ju si mediat, përshëndetje dhe këta banorët e pallatit kur bëhet llaf që ne jemi për më shumë 2 dekada që presim të marrim hipotekat, nuk i marrim dot. Duam një kredi për një hall, nuk marrim dot. Duam ta shesim, nuk e shesim dot. Unë kam bler një objekt 200.000 euro. Dhe plot herë me drejtorët një pas një këtu kam kontaktuar gjatë 15 vjetëve të fundit. Tërkohën nuk ka pasur zgjidhje. Nuk e di, është pengesë administrator ndërtuesi i pallatit. Si mendoni, është se nuk mund të zvarritet të një vetëm për burokraci 20 vjet një çështje. Unë dikoj se dhe fillimisht ka qenë ndërtuesi pengesa, se ka pasur mos përputhje me ata të jemi të ndërgjegjshëm për këtë me objektin. Nuk është në kuotat që është kërkuar.